Do t'jetë i pastër malli kështu apo? I pasër. I pasër duhet jetë. Do t'jetë, se normalisht i përzir ta jep goditje direkt. Ashtu është. Të bëj një pyetje? Po. Shqiptarët janë racë e pastër apo racë e përzir? Kush? Shqiptarët. Shqiptarët. Po. Shqiptarët duhet të jenë racë e pastër. Duhet jenë apo janë? Janë. Janë, Janë. Që nga cili vit? E deri te cili vit? Cili vit shumë më mendur. Po, kanë qenë apo janë? Janë, kanë qenë dhe janë racë e pastër. Janë edhe sot, ë? Janë edhe sot. Janë puro shqiptarë. Puro shqiptar. Po. Nuk kanë fare kështu. Nuk kam mërë, tash në një përziret vogël, Po jo, në një emigrim, në një futin punë, në një kujtun. Edhe mund të ketë ndodhur, në një edhe mund të ketë, sot mund të ketë. Më mirë është që t'jesh malli i pastër apo malli i përzir? Ku ka si i pastri? Më mirë i përzir. Nuk ka si Floriri i pastër. Si Floriri e kishe fjalën. Po kështu ti si Floriri. Po ki malli kështu është i mirë? Ha? Do t'jetë i pastër malli kështu apo? I pastër. I pastër duhet jetë. Do t'jetë, se normalisht i përzir ta jep goditje direkt. Ashtu është. Tani kjo pjesa e këtyre sa turistë që kemi. Ha? Sa turistë që kemi. Po. Këto për shembull, a do ndikojnë që ta përzinë racën shqiptare? Si mendon ti? A do të na friksoj kjo gjë? Në qoftë se vinë të banojnë këtu edhe raca dhe përzihet. Edhe përzihet. Qoftë se vinë banojnë, qoftë se vinë për vizitë, përkohësisht do ikin. Nuk ndikojnë. Ai shpejt nuk ndikojnë. Nuk ndikojnë. Përkundërzi mund të Ju vetë jeni dhe mendoni se du t'jemi racë e pastër apo e përzir? Si mendoni se du t'jetë? Më them se jemi racë e pastër. Që jemi po? Por mendoni se du t'a përzijem pak apo të qëndrojmë po e pastër? Ja, du të qëndrojmë si që jemi. Si që jemi, e pastër. Pastër, pa përzir. Por çfarë arsye për shembull? Ç'a ndikon? Rojmë origjinin tonë, rojmë autoktonitetin tonë të shqiptarit. Nuk më pasin traditën shqiptare. Është e mirë ka, po jo? Patjetër. A do të rezistojnë dot apo jo, si ka marrë bota, ka marrë këtë globalizmin, gjithandej domethënë në botë. Ne duhet të mundohemi të rezistojmë, të qëndrojmë, të rojmë, të mbajmë. Një indian, një pakistanez, një afgan, një filipinas, do thotë jam shqiptar. Ska si thotë shqiptara, në gjithë ka shtetësin që ndëja. Po erdi për shembull rasti i ambasadorit, ishte kryetarit të New Yorkut për shembull, erdi këtu para disa ditësh, mori pasaportën. Po shqiptare. Bravo. Po. Ata e di, e mori. Do vinë edhe indianët, do vinë të tjerë, do thonë që do jemi shqiptar. Ata nuk janë shqiptar. Ata që në shtetës shqiptarë, jo kombas shqiptarë. Nuk ka kombë si shqiptarë ere. Pra nuk ka si bëhet një në shtetës ta qoj vetën komësi. Ska se si. Ndësa kështu edhe shqiptarë që këtë rallje shtetit ka marrë në shtetësin greke, pasaportë, tjera, britanike, amerikane, kudo. Nuk është në edhe problemi këtë. Nuk du të nga shqetsoj këtë gjë. Jo, nuk besoj. Nuk besoj. Mirë zotëri. Të falenderoj shumë. Kesh mirë. Gjithë mirë. Krytë zotit. Kesh nërë.